200 ëngjëjt e rënë. Samajaza quhej komandanti i ëngjëjve të rënë, ëngjëj që quheshin ndryshe rojtar ose bijtë e Perëndis. Këta gjigant u konsumuan nga dëshira dhe epshi për gratë e vdekshme që gjendeshin në planetin Tokë, e kështu ranë në konflikt me qiellin. Tregohet se kur zbritën, ata u takuan që të 200 në malin Hermon, mes Libanit dhe Siris. Aty Samajaza i paralajmëroi se nëse do të thyenin rregullat e Perëndis, nuk do të ishin më ëngjëj në mbretërinë e qiellit. Por vetë Samajaza ishte i pari që u përlye me mëkate, duke u lidhur me një grua njerëzore, dhe ai u tha ëngjëjve që nuk mund të mbante me shpinë gjithë mëkatet. E kështu i drejtoi dhe i udhëzoi tërë ëngjëjt që të përlyeshin me mëkate e të nënshtronin çdo grua njerëzore. Bijt i brit të lindur nga ngjiza mes ëngjëjve të rënë dhe grave të tokës u quajtën në fillim, ose gjigant. Gjigandët filluan të dominonin njerëzit, duke i shfrytëzuar e duke vrarë çdo që nuk bindej, sepse i shihnin njerëzit si specie të rëndomta, dhe jo me gjak ëngjëllor si ata. Samajaza, princi i ëngjëjve, u dashurua fort me një grua njerëzore, me të cilën lindën 2 fëmijë gjigant, Ohia dhe Haja. Pikërisht nga këto ngjizje, ëngjëjt mbollën dije në tokë, sepse u mësuan grave që njohën dhe bijve të tyre të quajtur në fillim misteret e ndaluara, shkencën, diturinë e universit, sekretet e matematikës, të luftrave, të mjekësisë dhe rëndësinë e floririt dhe përpunimit të metaleve. Por kur Zoti njohu të vërtetën se çfarë po ndodhte në tokë, ai dërgoi 2 kryeëngjëjt, Gabrielin dhe Mikaelin, në një betejë të përgjakshme kundër ëngjëjve në tokë dhe bijve të tyre në fillim. Dhe Zoti tha: Mikael, shko lidh Samajazën dhe gjithë ëngjëjt e tjerë, të cilët u përlyen me mëkate, duke u ngjizur me femrat e tokës. Tashmë ata janë ndotur. Lidhi dhe burgosi atje në thellësinë e abiseve të tokës, për 70 gjenerata, deri në ditën e gjykimit, nga ku nga ajo ditë do të hidhen në zjarrin e përhershëm, ku do të digjen në një dënim të pafund. Kur kryeëngjëjt e Perëndisë zbritën në tokë, ata ndëshkuan 200 ëngjëjt, duke i burgosur në thellësitë të abisit. Pas kthimit të tyre, Zoti ndëshkoi planetin Tokë me përmbytjen e madhe universale, për të pastruar se çfarë kishte mbetur nga specia në fillim, dhe për të konservuar racën njerëzore, udhëzoi Noen me historinë që njohim, se si mund të shpëtonte një çift nga çdo specie, e kështu toka u ripopullua. Do t'ju lutesha, kush nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos dhe lini komentin tuaj. Ju faleminderit për mbështetjen. Ky tregim që ju përcolla është një përmbledhje e librit të Enokut, i cili është shkruar në shekullin e 3 para erës sonë, fillimisht në gjuhën aramaike e më vonë në gjuhë të tjera. Sipas disa studiuesve, historia e njerëzimit është shumë e vjetër dhe krejt ndryshe nga ajo që njohim. Megjithatë, po ta dëgjoni me kujdes, ngjarjet në të nuk ndryshojnë shumë nga rastet e jashtëtokësorëve sot. Ndaj, doja që ta diskutonim së bashku. Ju, çfarë mendimi keni? Shpërndajeni këtë diskutim dhe shkruani komentin tuaj.